Është e qartë se ka dallime në mes të partnerëve të koalicionit qeveritar në Maqedoni në lidhje me ligjin e propozuar nga deputetët e Partisë VMRO-DPMNE mbi ish-pjesëtarët e forsave qeveritare të luftës vitit 2001, tha ministri i Maqedonisë i Mbrojtjes Fatmir Besimi. Zoti Besimi tha se ligji për ish-pjesëtarët e forsave qeveritare gjatë konfliktit të vitit 2001 nuk parashikon zgjidhjen e statusit social të ish-luftëtarëve të UÇK-s dhe nuk është në përputhje me detyrimet që dalin nga marrëveshja e Ohrid. Ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë ditët e fundit ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë të Departamentit të Mbrojtjes në Washington. Me zotin Besimi bisedoi kolegu ynë Festim Gashi. Zoti Ministër, a jeni të kënaqur me reformat në ushtri dhe veçanërisht integrimin e shqiptarëve në ushtrinë e Maqedonisë? Mund të them që në aspekt të armatas, në me thënë përfaqësimi të ushtria, gjithsesi ushtarëve profesional arrin afër 20%, ndërsa në nivel të armatës ky numër është rreth 18%, që do të thotë në strukturat udhëheqëse përqindja dikund është rreth 5% dhe nivele më të larta dikund është edhe 0%, si në strukturat udhëheqëse komanduese ashtu edhe të njësitë speciale. Dhe sfida apo objektivi jonë i jashtëm është që gjatë këtij procesi që të mund të bëjmë integrimin në mënyrë të mirëfillt duke respektuar cilësinë dhe duke krijuar një institucion të qëndrueshëm i cili do të promovohet si model i respektit të ndërsjellët, do të promovohet si model i cili do të kultivojë integrimin si koncept për respektin e diversitetit dhe kështu do të krijohet edhe hapësirë për lojalitet të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike ndaj institucioneve të shtetit. Dhe kjo është një temë mjaft e rëndësishme dhe ndihshme për vendin, por është mjaft e rëndësishme për stabilitetin e vendit. Sipas jush, cilat janë arsyet e mungesës së një integrimi më të lartë të shqiptarëve në strukturat udhëheqëse të ushtrisë së Maqedonisë? Po, do të them që janë arsye edhe objektive dhe subjektive. Arsyet objektive është që për të prodhuar kapacitetet profesionale ushtarake të oficerëve më të lartë në praktikat e vendeve zhvilluara botërore, po edhe me normat ligjore kërkohet një kohë e caktuar derisa të kemi prodhimin e një kuadri nga studimet fillestare deri në nivel të general. Dhe arsyet subjektive janë që akoma ka nevojë edhe përkundër procedurave që implementohen në salon, ka nevojë që të ndryshohet mentaliteti i disa udhëheqësve të këtyre institucioneve, pavarësisht në cilën nivel udhëheqës janë, me qëllim që të mund ta shohin integrimin si mundësi e përbashkët e Maqedonisë, të mirës së institucioneve, të mirës së vendit. Pas omazheve që i keni bërë luftëtarëve të rënd të UÇK-s në fshatin Slupçan, ka patur kritika ndaj jush nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski dhe partisë në pushtet dhe VMRO-DPMNE. Menjëherë pas kësaj, qeveria e Maqedonisë paraqiti në parlament projekt ligjin për pjesëtarët e forcave qeveritare gjatë konfliktit të vitit 2001, i cili nuk parashikon zgjidhjen e statusit social të ish-luftëtarëve të UÇK-s. Sipas mendimit tuaj, si do të zgjidhet kjo çështje? Do të bëj qartë që, domethënë në këtë temë shifet që kemi dallime. Jo vetëm unë dhe kryeministri në aspekt dhe kryetari i shtetit në aspekt personal, po dallimet janë në aspekt të platformave apo konceptit politik, ka subjekti politik që unë përfaqësoj qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ajo që kryeministri gjithsesi VMRO-DPMNE. Qasja ndaj këtij procesi, në fillimisht ne jemi konzistent në kuptimin se integrimet janë proces që duhet ndodhin dhe pajtimi dhe respekti ndërsjellët është në frymën e pajtimit. Kjo është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, që është paraparë në aneksin C dhe në ndryshimet kushtetuese, është pjesë e kushtetutës dhe ne kemi këtë të paraparë në programin e qeverisë, gjithsesi një nga 5 prioritetet e kësaj qeverie e cila u miratua në parlament kur u formua qeveria është që respekti ndërsjellë dhe implementimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit. Gjithashtu në raportin të cilin kemi dërguar, domethënë sekretariati për marrëveshjen e Ohrit ka dërguar në Komisionin e Evropës, parashihen në mënyrë ligjore të zgjidhet çështja e statusit të pësuarve të vitit 2001 të konfliktit në mënyrë të barabartë, pavarësisht nga cila ana ata janë, cilës anë i takojnë, gjithsesi cilit komuniteti takojnë. Dhe së fundit, dje Maqedonia mori raportin e Këshillit të Evropës, të Komisionit të Evropës, ku në faqen 17 në mënyrë eksplicite sugjerohet nga Bashkimi Evropian që çështja e pajtimit të ndërsjellët të promovohet si proces në Republikën e Maqedonisë dhe në mënyrë të barabartë të trajtohen të pësuarit e vitit 2001.
Zoti Ministër, pas përdorimit të gjuhës shqipe në një ceremoni ushtarake, nga ana juaj, shefi i Shtatmadhërisë Goranço Kotevski ka reaguar duke thënë se gjuha zyrtare e vendit është maqedonishtja. Sipas ligjeve, a lejohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Ushtrinë e Maqedonisë? Fillimisht, para së përgjigjem këtë, dua që të bëj të njohur që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë në nivel të gjithë territorit, sipas kushtetutës, edhe ku thuhet që ata që flasin mbi 20% gjithashtu është gjuhë zyrtare, e cila rregullohet me ligjet përkatëse. Ndërsa në Armatën e Republikës së Maqedonisë, sipas ligjit për mbrojtje, domethënë është gjuhë zyrtare e gjuha maqedone, mirë po gjithashtu në të njëjtin ligj rregullohet që betimi i ushtarëve bëhet edhe në gjuhën shqipe. Gjithsesi ata ushtarët të cilët janë të përkatësisë etnike shqiptare, betimin e nënshkruajnë edhe në gjuhën shqipe, ndërsa sa i përket rastit konkret, fjalimit tim që jam drejtuar në një ceremoni, ajo nuk është as pak risi. Ndoshta tani ndonjë nga mediumet e ka parë këtë si senzacion, t'jape një lajm të tillë për shkak të kontekstit të situatës politike në vend të periudhës së fundit, mirë po kjo është një proces shumë i zakonshëm, të cilën unë vazhdimisht e aplikoj. Kjo është proces i cili patjetër do të ndodhet, është shumë normale, nuk ka asnjë shkelje procedurash, dhe tjetra unë gjithashtu përdor edhe në shkrim, domethënë komunikim timin me kolegët mi nga Shqipëria dhe nga Kosova, përkundër ku është e paraparë që gjuha maqedone dhe gjuha angleze janë gjuhë të komunikimit ndërkombëtar. Gjithashtu, krahas këtyre gjuhëve, domethënë nuk ka kufizime që unë mund të shkruaj edhe në gjuhën shqipe, dhe komunikimin unë gjithashtu e bëj edhe në gjuhën shqipe, edhe në dokumentet e këtilla, dhe çdo dokument tjetër që ka të bëjë, siç është libri i bardhë apo web faqja e Ministrisë së Mbrojtjes dhe dokumente tjera që bëjnë për njoftim më gjerë, janë tema të cilët ne i aplikojmë vazhdimisht dhe nuk ka as pak dilema në këtë drejtim apo hamendje se përdorimi i gjuhës shqipe në këtë drejtim paraqet provokim për dikën. Gjuha shqipe në Maqedoni është realitet. Zoti Ministër, faleminderit shumë. Faleminderit.